ime, qënë, male, dy. Bravo. Bravo! Faleminderit. Bravo! 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 Bravo. Bravo të katër, bravo. Ja këtu përpara. Faleminderit. Ja këtu përpara. A, do i thosh në një gjë? Jo, e ftova të vinte pak më afër. Më dërgove në një bot tjetër. Më dërgove në një bot... Sikur ishe Donika Kastrioti. Sikur të isha. Ku Gjergji është mbret i botës. Këtë e bëri bateria jote. Faleminderit. Të them të lumt më duket pak, dhe ajo grafika brapa shumë e plotson të gjithë këtë univers që krijove ti me baterin tënde. Të lumt, të lumt, të lumt, të lumt. Faleminderit. Besoj se është fare i qartë, fare evidente që ti je një super talent, ke një super teknik në bateri.
por ajo që mua më goditi sonte nga ty ishte përzgjedhja e materialit. Kur nuk do më kishte shkuar në mendje që kolona sonore e filmit legjendar Skënderbeu mund ta kisha dëgjuar në këtë version gati punk, rock, punk, gothic. Ishte vërtet një surprizë shumë e madhe për mua. Dhe kjo demonstron se një kompozim i bukur, një këngë e bukur mund ta servirësh në të gjitha format dhe ajo përsëri emocionon. Shumë faleminderit. Bravo për përzgjedhjen e materialit, gjë dhe shembull që duhet të ndjekin të gjithë artistët e rinj, pasi sidomos muzikantët, pasi përzgjedhja e materialit është themelore. Bravo. Shumë faleminderit. Zotëri, përpara se të filloj një stuhi, në fillim janë vetët timas. Për efekt shpejtësisë dritës ato shihen në fillim dhe pastaj ndjojmë tingullin, ndjojmë bubullimat. Ti sot ishe një tornado me shkreptima, me bubullima në të gjithën. Zonja dhe zotëri, ky është parashikimi i modit për ditën e sotme nga Castro Zizo. Por na morë çdo gjë sot, bravo. Shumë faleminderit. Ti ishe si punë e një lojtari, ku trajneri të ka futur për të realizuar roli dhe misionin tënd në lojë, në fush, dhe ti këtë e kryeve më së miri. Shumë faleminderit. Bravo të qoftë. Shumë faleminderit. Bravo. A don ti, Roan, me luftu të gjë? Ne nuk i luftojmë, po konkurrojmë me talente e muzikë. Si shkoj? Shumë mirë, një eksperiencë shumë e bukur, një energji e paparë. A u kënaqe ti nga performanca jote? Tjetër. Po kishe zgjedhur diçka shumë të veçantë për gjysmëfinale. Bravo. Se di, shpresoj shumë të shkosh finale, po se di çfarë mund të bësh për finale, çfarë mund të sajosh. Surprizë. Surprizë. Shumë faleminderit.